mishra. Miqtë Original Podcast, sot jemi në një fshat mes Ishmit dhe Fushkrujës, vendi im i lindjes dhe vendi i lindjes të ftuarit. Jemi me Giuliano Muçën, 26 vjeçari nga Fushkruja, nga fshatrat e Fushkrujës, do ta bëj prezantimin vet. Giuliano është i arsimuar për psikologji, më the apo jo? Është edhe këngëtar, i ri në profesion, por me talent të mirë, besoj unë. Edhe patjetër i urojmë shumë suksese në karrierën që ka vazhduar. Bën dhe një punë tjetër që Giuliano do ta përmendë vet. Giuliano, të falenderoj shumë që kërkove të marrësh pjesë, sepse siç ta kam thënë, këtu jemi për të transmetuar vlera edhe energji pozitive. Faleminderit shumë Gen, është kënaqësi shumë e madhe për mua që të jem sot këtu me ty në këtë bashkëbisedim. Unë jam Giuliano, vi nga një fshat i Fushkrujës, me profesion parsor jam kuzhinier, por kam dhe një profesion të dytë, tani së shpejti e kam fillu, është kënga, është muzika, që më ka pëlqyer gjithmonë, por tani kam dalë që kam nxjerr disa këngë të mia. I kam pa këngët, ne kur ti më shkruajte ti nuk e di që ne jemi edhe afër, se praktikisht. Po pra ishim patriotë. Fshatrat tonë janë shumë afër. Më duket edhe nga e folura se kemi pak a shumë dialektin, jo pak a shumë po të njëjtin dialekt. Na bëj një prezantim të shkurtër, nga je, ku ke studiu, se më the që ke studiu edhe në universitet. Po, pasi kam mbaru gjimnazin, kam fillu direkt. Ku ke bërë gjimnazin? Gjimnazin e kam mbaru në Bupq. Kam mbaru gjimnazin dhe kam fillu shkollën e lartë për psikologji në Tiranë. Si çdo prind, ta çojmë fëmijën në shkollë që të mësoj diçka, të ketë një diplomë. Psikologjia gjithashtu ka qenë një dëshirë imja, një shkollë që më ka pëlqyer gjithmonë, një deg që më ka pëlqyer gjithmonë, dhe e kam fillu me sakrifica, sepse unë jam rrit, po të themi, pa njërin nga prindrit, pa babin, kam qenë klasë 9 kur babi im ka ndru jetë, dhe mbështetjen më të madhe kam pas mamin tim dhe vllajin. Kanë qenë krau im i djathtë gjithmonë që më kanë. Vllai është më i madh. Vllai është më i madh, është 5 vite më i madh se unë. Dhe fillova shkollën, e bëja vajtje ardhje, por ti e di se sa larg jemi ne me Tiranën, do të ndrojsh 2-3. Nuk është as larg, po janë këto rrugët që i kanë rajt çik shumë Magellan, që. Edhe vendosa të bëj një plan B në jetën time, të vazhdoja edhe një kurs një vjeçar për kuzhinier që t'i ndihmoja shkollës, Domethënë, kursin e bëje gjatë kohës shkollës. Masdite. Domethënë, edhe shkollën, edhe kursin të dy bashkë. Po. Kursin normalisht që e mbarova më para shkollës, sepse ishte një kurs një vjeçar dhe direkt u punësova, sepse profesioni i kuzhinierit është i kërkuar. Dhe me këtë rast edhe ndihmoja familjen, ndihmoja edhe veten, po më shumë veten se aq ishin rrogat në atë kohë, para 5 viteve. Tani, se është interesant fakti edhe shkolla edhe kursi, i kishe afër kursin me shkollën apo ishin pak larg, do merresha urban me shku ke kursi, pasi mbaroja shkollën. Se është edhe sfidë faktikisht ta mendosh, shkosh çdo ditë nga fshati, se unë e di ku është deri në Tiranë. Jo, unë rrija, domethënë 3 muaj kam bërë vajtje ardhje, pastaj rrija atje, mora një shtëpi të vogël. Ke jetuar në Tiranë? Po. Mora një shtëpi të vogël. Ke jetuar vetëm? Kam jetuar me një shok tim. Sa e vështirë është për shembull për një djalë, me që ti e përmendje faktin që babi ndrojet, sa e vështirë është për një djalë të jetonte vetëm në moshë të re? Dëgjoj, jeta na sjell shumë vështirësi, por ne duhet të jemi shumë të fortë që t'i përballojmë ato. Dhe unë jam munduar që t'i përballoj me forcat e mia, pa kërkuar ndihmën e askujt. Dhe është goxha e vështirë, sepse nëse ti s'ke mbështetje, detyrohesh t'i bësh vetë gjitha. Por më ka ndihmuar shumë profesioni i kuzhinës. Ka ndihmuar shumë dhe pjesa e sezonit, domethënë që ishim pushim në shkollë dhe unë shkoja gjithmonë në sezon. Punoje verës, punon qershor, punoj kush dhe shtator. Themi Fushkruj prap deti është shumë, pa me detin ja pa kemi. Fushkruj është aty përpara. Më the që ke ndryshuar disa restorante, dalin pastaj te pjesa e muzikës. Domethënë që e ke një farë eksperiencë të mirë. 5 vjet kam që punoj. 5 vite eksperiencë, domethënë që je shef kuzhine tani. Shef kuzhine. Tani je shef, po. Edhe patjetër punë e lodhshme. Është shumë punë e lodhshme, po është edhe punë e bukur, që kërkon kreativitet, kërkon. Është artistike. Është artistike, pjesa e artit është. Jo, pjesa e artit, po kulinaria gjithmonë është, për mendimin tim, është konsideruar gjithmonë art në nivele shefi, nuk po themi në nivele gatimi gjellë ke shtëpia. Po do të kesh. Jo që duhet kam diçka me ambisat, se mos ta e marrin gratë të shtëpia që. Shiko, duket shumë interesante fakt kjo ndërthurja e kuzhinës me muzikën. Si ka lind tek ti kjo pasioni për muzikën, për artin? Pasioni për muzikën ka qenë që në moshë të vogël.
por duke qenë se ne si unë dhe ti jemi rrit në fshat, nuk është se e shprehnin shumë këtë dëshirat tona të bërbrenshme, që të thonim ne se ja se Për shumë arsye. Për shumë arsye. Çfarë arsyesh mendon ti që kemi pas këtë lloj kompleksiteti? Arsye e parë është mundësia mundësia ekonomike që ne të shkoshim në lice ose të po edhe pak kjo pjesa që duke qenë se jetojmë në fshat, ku bo ky këngëtare, shkoj të bëjnë ai pilaf atje. Pra është kjo pjesa e parajgjikimit është dhe do të jetë gjithmonë, nuk është sa është vetëm për shembull në rastin tim. Ja, nuk është vetëm në fshatat tona, ajo është përgjithësi parajgjikimi shqiptar. Pjesa e parajgjikimit. Po si e përballti me pjesën e parajgjikimit, se domethënë ti je 26 vjeç sot, ke një vit që e ke filluar profesionalisht muzikën, se ti më the që e ke pas pasion që i vogël. Ku e mora atë guximin e parë që okay, hajde do të hyj tani profesionalisht? Guximin e parë mora se kisha edhe mbështetjen e familjes, domethënë të rrethit ngushtë familjes. Nuk është se kam pas një mbështetje shumë të madhe edhe nga themi nga më të largëtit, por brenda familjes time të gjithë më kanë thënë që nëse ti e ke me dëshirë, nëse ke mundësinë, vazhdoje. Dhe unë kam vazhduar me dëshirën shumë të madhe. Du me ditë pak si ka qenë dita parë që e ngret edhe ke thonë, okay, sot jam këngëtar. Bot para një viti e kam fjalën. Domethënë duhet të kësaj diçka që këngëtar nuk bëhet kushdo që shko në studio, bën një këngë ti atje ta rregulloj, se kështu thonë, sa e ka rregulluar. Shko ta rregulloj kompozitorin edhe bëhesh këngëtar. Domethënë unë akoma e quaj veten simpatizant të muzikës popullore, sepse të qenurit këngëtar është një rrymat popullore, po, vetëm rrymat popullore. Dhe ka qenë tetor. Në tetor kam bë këngën që është dedikim për vllajin. Është një këngë me titullin Pogzo Nana, që kam bë dedikim për vllajin. Kam shkuar atje në studio dhe i kam thonë unë kam dëshirë të jem pjesë e muzikës, kryesisht muzikës popullore. Edhe ai më futi direkt në studio, ta provojmë thaj herë, tha, basta për këtë punë, as bë për këtë punë. Edhe pikërisht do të them atë që më ka thonë kompozitori, ke një fuqi të zonit tha shumë të madhe, edhe mundesh ta më qenë dikushi. Edhe hodhem pastaj zonin atje dhe u bë kënga. Tani tekstet se me çka kam pa ato këngët tua në YouTube, nuk është se janë domethënë remake ose kështu, janë besoj jo tekstet e gjitha këngëve që kam bërë deri tash kam shkruajtur vetë. Domethënë janë këngë tuat, edhe me tekstin sepse kjo është diçka që vlen për t'u theksuar, sepse domethënë përveç se këndon edhe shkruan. Jo tekstet i kam shkruajtur gjitha vetë. Po kush të frymëzon ty? Si frymëzohesh për të shkruar për shembull? Unë edhe në shkollë kur kam qenë gjithmonë kam qenë i mirë në lëndët shoqërore, në lëndën e letërsisë, lëndën e gjuhës shqipe këto dhe me do e mos. Edhe veti kam bërë gjitha këto tekstet. Më pëlqen shumë të shkruaj, të lexoj, të mendoj. Çfarë të motivon ty për shembull kur shkruan? Unë për veten time, se kur erdhëm te ky vendi këtu, unë kam marrë shumë shpesh, unë motivohem nga vendet e tilla. Ka ato momentet e mia, arri, qetësohem, mund të pi një puro, vetëm ndoshta nganjëherë dhe frymëzohem. Si frymëzohesh ti për shembull për të shkruajt ose pak a shumë është e njëjta gjë ngjashme me ty, sepse edhe mua m'pëlqen kur jam vetëm, kur jam qetësitë time dhe jam larg mendimeve negative. Kur shkruaj një tekst këngë ose diçka që më pëlqen. Si arrin ta menaxhosh të kohën ti tani për shembull se po thua, domethënë jem punë, kuzhina është punë e lodhshme, shumë punë e lodhshme. Si arrin ta menaxhosh tani që të gjesh edhe kohën për muzikën? Nëse diçka e don, nëse diçka të pëlqen, gjithmonë e gjen kohën për atë. Është si puna e tij, për shembull, as më doli koha me të marr në telefon. Nëse ti ke një hall, mua më del koha me të marr ty në telefon. Kurse kur s'kam hall, them s'm doli koha për zotin me të marr në telefon. Po sa ori përkushtohesh përgjithsisht ti për shembull? Si është rutina jote? Shkon në punë, se je edhe çuni edhe del nga pak, na e shoqi do ta takosh. Vetëm para ditën që e kam pak lirë, se mas dite, domethënë nga ora 12 deri në darkë jam punë. Por kryesisht para dite kam qejf me fleti çik gjumë se mas dita është çik e lodhshme puna. Por ka raste që mbaroj direkt punën edhe shkoj direkt në studio. Domethënë dark. Dhe kompozitorin duhet ta falenderoj shumë se më ka mbështet dhe më ka qëndruar gjithmonë pranë këto. Përmendje emrin, nuk ka asnjë lloj kompleksiteti. Alban Arifit përshëndes shumë. Sepse njerëzit që përkrajnë, mbështesin, kuptojnë, vlen për të përmend çdo ditë, jo. Përveç Albanit ka qenë dhe një këngëtare që më ka motivuar shumë për të vazhduar, është Govi Reka. Është një këngëtare shumë e njohur, kryesisht të trevave të veriut, që më ka përkrahë dhe më ka mbështetur dhe më ka thonë vazhdo përpara dhe mos u ndal. Se zakonisht të këngëtarët e gjeneratave më të vjetra nuk është se na mbështesin në gjeneratat më të reja, por do të thotë që ke shumë vlera edhe ti si djalë, se unë me pak
se me Giulianon tani sot jemi taku për herë parë, vetëm kemi komunikuar online. Edukata është gjëja më e madhe, edhe besoj edhe brezi më të mëdheve e vlerësojnë shumë kur çunat e ri kanë edukatë, sidomos artistat. Se është i çike vështirë. Kam pas një të ftuar më përpara, balerina ideali, profesor, edhe thotë që është e vështirë, thotë mos jesh arrogancë në art, Ashtu është shumë e vërtetë. Po tani vonë kam zbuluar, domethënë tani që i kam hyrë kësaj pune kam zbuluar. Por që çunat e ri, sidomos artista, do fillon rritet i çik emri, i ka pak kjo mendimasia, por që kur ke edukat patjetër të gjithë më shpejt. S'kena pse na rritet menja për hiç gjë. Ne s'kena bënë gjë. Po, kjo është shpirti artistik, se nuk shkon një artist faktikisht ta mendosh mendje madh, arrogant. Jo, s'pari do të jesh artist në shpirt, pastaj artist në profesion. Pikërisht. Shiko, do të bëj pyetje kështu. Faktikisht nisur pak edhe nga eksperienca ime, se edhe unë i fushës artit jam. Shoqëria jote. Se duke u mundu për shembull, duke kaluar nëpërmend disa djemt moshës tonë, zonave për rreth, jam i bindur që janë paragjykues. Edhe ti duke qenë se ke qenë shkollë, ke punu gjithkohës me njerëz, normalisht ke edhe rreth shoqëror. Çfarë qasje kanë pas ta për këtë zgjedhjen tënde për muzikë? Zgjedhja për muzikën kryesisht një farë paragjykimi, sepse fjala paragjykim është fjalë e madhe, po ndoshta një pak paragjykim mund të ketë ardhur si pasojë pse un kam zgjedh të rrym, pse nuk e zgjedh një rrym për shembull me klipe më të bukura, me klipe me gjëra komerciale. Po, gjëra më moderne, një rrym tjetër, rrym e hip hopit, po mua s'm ka pëlqyer rrym, ka pëlqyer rryma popullore gjithmonë dhe s'dal dot nga edhe mua popullore më pëlqen. Kur marrën dasma, son në dasma më. Kur ikim në shtëpi muzikë dasma në prapë. Makina. Pra ke gjash me dëshirë, nuk është me detyrim. Jo, për shkak sepse shoqëria, unë për veten time shoqërinë kam një mbështetje shumë fort. A kupton? Edhe sidomos se më the kur po vinim rrugës që fillimi është shumë i vështirë. Fillimi është shumë i vështirë. Madje nuk ma ka marrë mendja se do ishte kaq i vështirë. Edhe me thënë drejtën unë bile kur kam nis podcastin, me shokët jam konsultu. Edhe ato më shtynin. Edhe gjithkohës, ore bëje nise. Po se nise diçka. Po se nise diçka. Po mirë tani, familja për shembull. Se është patjetër një pjesë më e rëndësishme e jetës së njeriu. Patjetër. Mami, vllai, si të suportojnë ata? Gjithmonë kanë suportuar, gjithmonë kanë qenë, jo vetëm, po edhe në zgjedhjen time për shkollën e lartë, edhe në zgjedhjen time për kursin e kuzhinierit, edhe në zgjedhjen e fundit për muzikën popullore, gjithmonë më kanë suportuar dhe më kanë ndihmuar, dhe financiarisht. Sidomos vllai, që ai ka mundësinë më të madhe për me ndihmu financiarisht, më kanë ndihmuar dhe më ka qëndruar gjithmonë pranë. Po kritik, do bëjnë kritik vllai? Jo, kritik për mirë ndoshta më kanë bërë. Kritika nuk është e keqe, kritika është me ekipa shifto. Si është ndo pak artista në shpirt. Në fakt ai nuk e ka pëlqyer asnjëherë këtë pjesën që me dalë publik, me qenë njeri publik. Por, me qenë se ka qenë zgjedhja ime, ai më ka mbështet. Vetë ai nuk e ka pas dëshirë. Domthon ka bërë detyrën e vllait madh. Po, detyrën e vllait madh, sepse për mua ka qenë dhe është si baba, si shok, si prind shumë i mirë. Domthon është djalë me shumë vlera dhe si ka emrin vllai? Pashk, e përshëndesim Pashkun, respekt. Pashku ishte që kalum rrugës për erdha, më. Po, me dorë. Domthon kur çoj videon ta kuptoj kush i ra Boris, nuk njohin makinën. Shiko, Julian, do doja dija nga ti për shembull, kush janë momentet tua të dobta? Se çdo njeri ka ato momentet e dobta, pikat e, domthon, ato momente që ke parasysh ka ca momente thot njeriu edhe nganjëherë ndoshta më e lën, më u dorëzu. Pastaj do dalim këtë mira. Pikat e dobta. Jo pika jote e dobët për shkak që kanë problem to, ato momentet. Si i kalon, a kupton se çdo artist e ka atë fazën e vet që momentet e dobta ndoshta kur marrim një koment ose një kritik të vogël për pjesën e performancës ku kemi qenë diku, për pjesën e klipit, se kjo gjë s'ka dalë mirë në klip, jo pse e bone, jo, po prap japim forca vetës për me vazhduar më përpara. Po çfarë ndihesh, çfarë ndjen si artist i ri që je për shembull? Po asnjëherë se kam ndje për më lan. Them drejtë, nuk e kam ndje për më lan. Nuk e shku në pikën e fundit. Absolutisht, jo, dhe nuk mendoj se kam të shku ndonjëherë. Po pse për shembull mendosh? Çfarë të marr kaq motivuar? Mban motivuar dëshira. Kam dëshirë ta ushtrej këtë profesion, më pëlqen. Edhe sikur më shku me dasëm me knu pa lek, unë se kam për problem. Se unë këtë gjë nuk e kam vazhdu për lek, se e kam desh edhe në disa komente ose në disa paragjykime se
Ja me ky e ka bë këtë punë për lek, se ka pas se ka lek e ka bë për lek, absolutisht jo, kjo gjë nuk qëndron fare, unë se kam bë për lek, se kam bë për përfitime financiare, kam bë thjesht për dëshirën time. E kam pas dëshirë dhe e kam bë, absolutisht për lek jo. Më the që që pronarët e puna ku punon janë shumë të mirë. Super të mirë janë dhe kam një respekt shumë të madh për ta. Edhe po ata për shembull, të kanë bërë një koment, të janë përzit, të kanë motivu, të kanë Ata më kanë mbështet dhe më kanë suportu gjithmonë. Që në këngën e parë që kam publikuar ata s'kan ditë gjë fare dhe më kanë thonë vazhdo, edhe kur duhet në ditë leje, patjetër merr leje dhe mund të edhe ta mendosh që Giuliano është kuzhinier shef i vetëm në turnin e vet, domethënë. Turnin tim po. Domethënë nga dhe nga këto pronar shqiptar që thotë po janë shumë të mirë. Realisht janë shumë të mirë. Jo se ne jemi, domethënë në dalim në YouTube mund shikohet kjo video, po ta kam thënë dhe rrugës. Po, unë pranaj ta përmenda se nuk ishte pyetje se më programuar. Po, kjo është një gjë shumë e madhe mendoj. Se në përgjithësisht pronarët kanë një lloj gjëje që duan ta shfrytëzojnë, sidomos kur punëtori është i mirë. Por që ta arrit domethënë thotë ai që, okay, edhe lëri një ditë punës se ta rregullojmë. Patjetër që po më kanë thënë, edhe me javë më kanë dhënë leje. Janë me të vërtet shumë për t'i falenderuar. Si e ke bërë planin ti për shembull për punën tënde tani? Si do funksionoj puna jote? Kjo puna e këngës tani. Si merresh, si organizohesh, a ke një far plani, a bën projekte? Në fakt duke qenë se jam edhe në punë, edhe merrem dhe me muzikën, është pak e ngarkuar si pjesë. Por besoj se gjatë sezonit dasmave, i kam 2-3 dasma që janë surprizë, le të themi, edhe shpresojmë që të kemi edhe më shumë. Po si i gjen këto për shembull? Si është mënyra jote që i gjen këto? Të kërkoj njerëzit, i kërkon? Në fakt edhe nga njerëzit tanë të afërt, nuk është se unë jam një këngëtar shumë i madh që jam me famë, marrin gjithë nëpër dasma, unë tani kam dalë dhe më shumë marrin për këngën e parë, që është dedikim për vllajën, është një këngë shumë e bukur dhe emocionuese. Dhe më shumë njerëzit të afërt, domethënë, jo një kushri, jo një shok që kam punuar dikur me ta dhe më kanë ftuar shumë veta. Shikoj, çdo artist unë mendoj që mendon shumë. Shumë vërtet. Edhe shprehet. Shprehesh ti me dikë, ke një njeri për shembull ti që thu, këtë e kam, i shpreh ëndrat e mia, planet e mia, këshillohesh. Domethënë unë si natyrë nuk është se ndoshta duket pak e çuditshme se kam mbaruar shkollën e psikologjisë dhe jam një natyrë shumë e hapur, por realisht nuk jam një natyrë që jam e hapur, jam i mbyllur në vetvete dhe kam disa shok shumë, domethënë shok si thona ne shok për kokë, që shprehem me ta dhe i tregoj dëshirat e mia. Edhe kur e kam vazhduar muzikën, ja kam shpreh përpara se të nxjerr këngën, ja kam shpreh dhe më kanë. Si janë mendimet e shokëve për shembull? Mendimet e shokëve, domethënë dhe ato më kanë dalë vëlla dhe shumë super vëlla, si të themi. Më kanë mbështet shumë. Më kanë ardhur edhe në klipe me mua. Kur kam bërë klipet më kanë ardhur. Se unë ta thash edhe për mua është shumë e rëndësishme shoqëria, mos them domethënë në aspektin e karrierës, mos them është pjesa më e rëndësishme sepse familja do të suportojë me patjetër. Po kush është plani jot, hapi radhës? Si çfarë do bësh ti për shembull? Hapi radhës është me bëj një këngë tjetër. Si do jetë kënga tjetër? Hajde na surprizo pak. Kënga tjetër besoj se do dali shumë shpejt, është një këngë. Do ta them tash ti? Po, çfarë dush ti? Jo, nëse do më thon mos e them. Po e lejm kur dali. Ti po e ke shkruajtur tekstin vet? Tekstin vet, po. Çdo këngë i shkruaj tekstin vet. O Giulio, po të referohem Giulio tani, se do më bëhem edhe shok. Se jemi edhe nga njëjta zonë. Jo për këtë arsye, po. Shiko. Duke ardhur rrugës, se unë gjithmonë ne nuk kemi fol çfarë do flasim bashkë sot. Përmende punën e rritjes së fshat. Se kemi pas të dytë pak a shumë në fëmijëri. Si ndikon? Domthon ky backgroundi i rritjes së fshat po para shumë vitesh, se si jemi rrit në 2015. Si ndikon tek ti? Dëgjoj, jeta në fshat është shumë e bukur. Unë gjithmonë e kam pëlqyer jetën në fshat. Por për sa i përket kësaj rrugës që kemi unë dhe ti, rrugës artistike, është pak e vështirë, sepse përveç familjes, askush tjetër në rrugën drejt suksesit, sikurse e ka thonë dhe një këngëtar që ka qenë para meje këtu, Leo Bitrej, më ka pëlqyer shumë ai podcasti që ka bërë.
në rrugën drejt suksesit je komplet i vetëm, nuk e asnjë me vete. Dhe duke qenë se ne jemi nga fshati, e kemi pas pak të vështirë këtë pjesë. Dhe rritja në fshat na ka bërë pak që të jemi disit prapa mbetur. Po mirë, tani, mendon se unë e bëj pyetje vetes shpesh herë. Që këto vështirësitë që ne kemi pasur kur jemi rritur në fshat, na kanë bërë më të fortë apo na kanë lënë mbrapa? Absolutisht, na kanë bërë më të fortë për me vazhdu më përpara. Jemi rrit me vështirësi, ndoshta flas për vete. Jemi rrit me vështirësi, jemi rrit me halle. Nuk kemi rrit mes mirave. Ashtu kemi pas gjithë. Tani ti the që kishin i vogël kur ndroi babi. Po, kam qenë klas 9. Po si ndodhi si ishte? Babi im ka bo aksident afër shtëpisë në Bupsh dhe mendum se shpëtoi, por neti 35 ditë në koma dhe nuk ja doli dot. Po si e morë vesh, si ishte ky përjetimi jot? Përjetimi ka qenë, domethënë, ta tregoj nga fillimi, ka qenë qershor dhe kishim marrë pushimet e verës. Dhe unë gjithmonë për pushimet e verës shkoja Kedajat, si çdo kalamon, do më shku Kedajat, edhe pse s'kisha çfarë me bë atje, sa atje 2 pleq janë. Po sti pse më pëlqejte më shku me Kedajat në Luz, të shkrujës. Edhe i thash babit do më çosh Kedaj dhe asnjëherë të vetme babi im s'ma ka pas prish shefin kurrë. Direkt e lejtë punën, çfarë ishte të bëj, hajde ikim thoshte. Edhe shkuam atje në Kedajat edhe ky nuk po ikte, se gjithmonë ka pas lënë aty rritë 5 minuta dhe ikte. Po atë ditë neti mbi 2 orë. Hajde rri me babin, po për herë të parë ka qenë që babi im qëndroi shumë gjatë aty kur më la mua. Hajde rri me babin edhe ai ishte momenti i fundit që unë kam pa babin tim. Si ka mundësi që e ndjen njeriu më vore? E ndjen. Kjo është e vërtetë, unë kam përjetuar vetë, sikur se ta thash. Dhe të nesërmen e kam marrë vesh që ai kishte bë aksident. Do aksidentin e ka bë direkt pasi ka ikë, po unë e kam marrë vesh të nesërmen. Unë i shifsha edhe gjyshin edhe gjyshen e shifsha shumë të ngrysur në fytyrë, por duke qenë në moshë vogël ne nuk është se arrinim ta perceptonim se çka ka. Dhe ka marrë vesh të nesërmen që ka bë aksident dhe ka një plagë shumë të thjeshtë dhe do të rikuperohet. Edhe unë e mora pak a shumë me sportivitet, thash do bëhet mirë. Por nuk rezultoi ashtu. Po kur ndodhi e keqa, qëndroi jetë, se është moshë shumë delikate. Është moshë shumë delikate, i moshë shumë, domethënë je shumë i turbullt ta kuptosh atë gjë. Kam qenë në shtëpi vetëm unë dhe motra, vllai dhe mami kanë qenë ke spitali. Motra është më e vogël se ti? Motra është fëmia i madh. E para. Është e para. Kemi qenë vetëm unë e motra në shtëpi dhe vllai mami, domethënë xhaxhat e hallat, gjithë kanë qenë atje. Edhe vetëm kur erdhën në shtëpi, domethënë nuk na merrnin telefon se ne ishim të vegjël, nuk e përballonim dot atë lajm dhe morëm vesh që çdo gjë kishte mbaruar. Netëm shumë me shpresë, domethënë 35 ditë netëm me shpresë shumë të madhe se ai do na vinte shnoshë mirë në shtëpi, por na erdhi ndryshe. Kjo nuk e di se Zoti mos na sprovoft, po unë mendoj që ju që arrini domethënë kaloni sfida të tilla, edhe vjen një moment që prap domethënë nuk e reflektoni atë vujtjen, që është një superfuqi. Po si ka qenë Zoti? Ndihmon Zoti, ti kalosh gjitha. Nuk jam, domethënë unë as i pari as i fundit, gjithë kemi pas humbje, gjithë kemi pas disfata në jetë. Por si vazhdoi jeta jote pas kësaj dite? Pas ditës që babi ndroi jetë. Domethënë ca ditë e pabesueshme, ca ditë mendoja sikur jam në një ëndër të keqe dhe do zgjohem, por është shprehja koha shëron gjithçka, por unë nuk i qëndroj kësaj shprehje. Koha nuk shëron gjithçka, koha na bën të ndjejmë mall dhe të ndjejmë dhimbje akoma më shumë për njeriu që kemi humbur. E marr me mend. Unë faktikisht më ka ndruar jetë gjyshi para 2 vitesh. Unë kam pas, edhe pse ishte gjyshi, kam pas fëmijë të vogël dhe unë akoma s'jam ul me qaf degën e gjyshit se kur lidhe shumë me babi im ishte edhe një moshë shumë të re, ishte moshë. Nuk është një ide as pa kam fjalën, imagjinoje unë me gjyshin si do jetë me babin. Ne thonë robi jot s'është as i herë i vjetër. Patjetër. Ti the që vllai
ka bërë rolin shumë të rëndësishëm. Rol shumë të rëndësishëm. Dhe më thonë, ka mbajt shtëpinë, ka qenë shtylla e shtëpisë nga momenti që ka vdek babi. Sa vjeç ishte vllajt? Vllai është 5 vite më i madh se unë. Do ishte 19 vjeç. Po, diçka ishte matur, I domethënë, vogël. Maturant ishte, A shumë i di vogël. pse ta bënë këtë pyetjen për punën e vllajt, se kam edhe unë një mikun tim, një shok që i ka ndruar jetë babi në moshë të re, edhe për vllajën e vet domethënë nuk e di, unë nuk kam parë herë domethënë ta doj vllai i vogël të madhin, edhe i madhi të voglin patjetër në atë lloj forme. Edhe kur e pyetën një herë, thash, po shumë përshtypje. Kjo marrëdhënie që keni, ka bërë shumë role tha vllai në shtëpi. Po, dhe asnjëherë nuk duhet m'ia humb. Patjetër që jo, se kjo është një vlerë shumë e madhe. Por me çka kampaja keni dalë goxha mirë, Ja kemi dalë goxha mirë. se është vlen dhe për të vlerësuar edhe për të theksuar kjo pjesë, sepse ka shumë njerëz që ndoshta edhe dorëzohen e lodhen e Jo, absolutisht nuk jemi se dorëzuar. makina vllajt ishte makinë e mirë. Ta kthejmë kështu tash pak me humor. O, Giulio, unë du me ditë pak prej teje, jam i bindur për përgjigjen, por prapë sa besimtar jeti? Jam shumë besimtar. Unë jam i fesë katolike. Jam besimtar, domethënë, i devotshëm. I të votshëm. I devotshëm. Me Dhe sa mos- herë më del koha, unë shkoj gjithmonë ke kisha laçe, gjithmonë. Edhe di si Leo. Po, si Leo. Se me dojë mos e një advokat e mirë nga një njeri Gjithmonë. që praktikon fen në mënyrë të duhur, se kështu nuk del pa brume, pa Ta shpërblet edukat, Zoti, a, është ta e vërtetë. shpërblet Zoti patjetër. Po, domethënë sa ka ndihmu ky besimi në Zot ty për shkak për të kaluar sfidat e sikletet e këto momentet e dobta. Më ka ndihmu shumë. Ndoshta ky është mendimi im, por më ka ndihmu jashtëmase shumë. Unë gjithmonë kam besuar në Zot, gjithmonë jam mundu të bëj gjithmonë gjeste të mira. Nuk ja kam moruar asherë të keqen kuj. Gjithmonë kam qenë pozitiv në shpirt. A ke ca parime ti? Për shembull që këtë nuk e bëj, këtë e bëj, deri këtu shkoj. Parimi im i parë herë është e vërteta. Gjithmonë e kam pas të parim dhe do vazhdoj ta kem sa të jem gjallë. Nuk e pëlqej gënjeshtrën, nuk e pëlqej jetën me filtra, siç ka dalë tani kjo shprehje jeta me Po, filtra. është trend. Pëlqej po originalitetin. Gjithmonë. Ky ka qenë parimi im kryesor. Po pse për shembull? Pse Nuk më pëlqen se kam has në jetë shumë persona falso, shumë persona që gënjejnë, shumë persona që mashtrojnë, janë me filtra, janë me furrshe, si të themi, por nuk gjithmonë i përjashtoj nga jeta ime këta persona. Domethënë me stil, po i jap rrugën e vet. unë jam i martuar, edhe kur kam vendosur unë para shumë vitesh, se me nusën që unë kam sot kam shumë vite, që të ri fare, edhe kam diskutuar punën e që du të merrem me këtë punë që merrem, pavarësisht se ne marrëm një universitet, kupton? Edhe thjesht i thash unë këtë nuk e bëj. Po ti për shembull, në karrierën që ke nis, çfarë gjëra që nuk do bësh kurrë? Gjëra që s'do bëj kurrë. Nuk do jem asnjëherë me një maf. Po me mas jetë kap kështu vetë ju se kur bëhen shumë njerëz njohur nuk e mundësi, po. Për shembull, ça lloj këngësh nuk do këndoje? Kur rryma të tjera nuk i këndoj dot. Jo, Ndoshta jo për fuqitë mundesh. zonit ose s'mundem, por me dëshirë time nuk i këndoj. Rryma të tjera, rrymat hip hop, rrymat me thon drejtën, unë i përshëndes dhe i du gjithë këngëtarët, të gjitha rrymave. Patjetër se nuk do jenë Po gjithë si çime. po pra më duket sikur recitojnë, nuk më duket sikur këndojnë me gjithë shpirt. S'm pëlqen, nuk më pëlqen. Domethënë ke kritika për ta. Se më ke dalë një temë që fiks desha me dalë unë, po. Kritika jo, unë s'jam askush i Jo, profesionalist shiko, që të bëj kritika atyre që janë më. Kritika në art është gjë më e vlefshme. Dhe një artist që nuk është i hapur për kritikën, nuk është artist. Nuk mund të dalësh të thuash që unë jam i mirë, nuk kam nevojë. Kritika do të thotë edhe fjalët e mira. Tashi, çfarë nuk të pëlqen këto artistë të ri ty për shembull? Këto artistet e ri, Këngëtar. nga këngëtarët e rrymave Të ndryshme. të ndryshme, Domethënë, si në aspektin profesional dhe në aspektin personal të artistit. po sikur se ta thash më përpara, këngëtar nuk të bën ty se shko ti në një studio, ke ti lekë shko në një studio, mbaj një këngë ti dhe bëhesh këngëtar. Absolutisht jo. Këngëtar duhet të jesh në shpirt i herë, pastaj të jesh nga ana profesionale. Këto këngëtarët lej herë se nxjerrin nga herë një javë të këngë. I herë një javë këngë edhe na u lodhën gishtat i shkujt suksese. Por nuk e di as tekstet nuk më kanë tërheq shumë, nuk. Po pse vjen mendon ti kjo mungesa e teksteve dobta? Se edhe unë kam vush shumë reket mungesën e I teksteve. blejnë tekstet, nuk është se
Nuk është si bëjnë gjithë I vetë. bën një çik me ChatGPT. Po. E diti që kam bën një E këngë, pyestin, a? kam bën një këngë për ishmin para një 2 javësh. Tekstin gjithashtu shkruajt me pak a shumë vet, futi ke ChatGPT muzikën, ka dalë kënga super këngë dasmesh. A ke frikë inteligjencën artificiale ti ke puna jote? Urdhra? A ke frikë inteligjencën artificiale tek puna jote? Te karriera e këngëtarit? Jo. Absolutisht. Po pse për shkak se shumë vetë thonë inteligjencë artificiale. Çfarë mund të na bëjë ajo Kam bën inteligjencë këngë. artificiale që bën këngë ti, po. Prap nuk e bën asnjëherë dot si këngëtari, si artisti. Asu nuk e kam frikë se bësh. Nuk kam frikë as pak, jo. Nuk. A di pse thamun nuk e kam frikë? Se arti do shpirt. Atë pra thash, do të jesh artist A në kupton shpirt. edhe po nuk nxorre shpirtin tat te ajo që ti bën. Domethënë, ose është diçka që mund të eci se është për herë të parë dhe bie shumë shpejt, ose nuk ecën fare. Në momentin që ke shpirt në atë gjë që bën, sidomos në art, patjetër që do eci. Sepse do dali dikush që do ta pëlqej ndjenjen që transmeton edhe i përcjell të tjerëve. Por edhe nga gjeneratat më të vjetra se ne nuk kanë pas mbështetje, ne artistat e ri nga gjenerata më e vjetër. Domethënë hedhin ca komente, ca postime që shkruajnë këngëtar ishim ne të kohës tonë, ju tani sa s'dini ju jeni. Pse mendon ti që vjen kjo gjë? Nuk e di, ndoshta është pak a shumë që ndjenja e xhelozisë. Edhe unë kam vurë ti profesionin imte. Pse xhelozi? Për shembull, ty gjenerata ndryshme e kanë në vet. Pse e kanë? Kanë xhelozi gjithmonë. A e ka prish legu këtë lloj marrëdhënie? Por në art nuk duhet të kesh xhelozi, sepse arti është i bukur, gjithsesi kush ka atë dëshirën e vet. Nëse gjithë duan me kënu, zemra e knov gjithë, vëlla, të knojnë gjithë, pse duhet me penguti mua që ke 30 vite eksperiencë. Ndoshta i ka prish legu. Po në leku i ka prish se Se shohet ndasma. konkurrencë në aspektin financiar. Po, dhe ato po si i marrim dasmat, ndoshta kanë frikë. Gabim është, edhe unë e kam vurën faktikisht te profesioni im që patjetër ka dhe nga ato që të mbështesin, se mos ta sikur e theksova ishte Govi Reka, ka qenë dhe këngëtarja nga Kosova, Vlora Kastrati, që përshëndesim shumë, që më ka suportu dhe ka bërë bashkëpunimin me mua. Kosovë Shqipëri. Se ngerem duke thonë vetëm këtë të qiet, po. Patjetër ka dhe ato suportuesit, ka dhe ato që kanë kritika me vlerë me këto. Kush është e ardhmja? Planet tuja për të ardhmen? Normalisht, përdesa thua për shembull muzika popullore je përqendruar tek dasmat. Apo jo vetëm? Po, të kryesisht muzika popullore, dasmat, koncerte, mund të ketë koncerte, mund të ketë edhe festa, mund të ketë edhe si është kjo? Dasma ka po duhet bëj një deklaratë. Deklaratë është kjo se si na më gjyqtu, po bëj një thënie, domethënë që unë ta thash dhe më përpara, unë këtë punë, këtë mision, këtë profesion si mund ta quaj, nuk e kam vazhdu për lek ose nuk e kam vazhdu për përfitimet e mia. Edhe unë kudo që të shkoj ose kudo që të marr pjesë, unë kurrë jo sot që ja kam fillu, po edhe kur të shkoj në moshën më të madhe, nuk do t'i kërkoj askujt pagesë. Sepse unë këtë gjë bëj për shpirtin tim e bëj. Si do ta bësh ti pa lek? Sa dush vëlla. Okay, domethënë me bakshish. Po. Po ke marr pjesë deri tani në për Kam qenë në 2-3 vende, po. Se Giulio ishte i ri, po a fitoi lek? Po tash ti e gjen gjithë stregohu në brytet. Si bën e pyetje lesash. Të bëj pyetje me specie tash. Halla. Sa lek tash ke marr? Ta ndroj muhabetin duket se e pash. Nuk kanë qef njerëzit me fol për lekë, nuk kanë qef ke pagesat. A di pse shumë shmangen? Se kohët e fundit kanë filluar me vlerësu nga pagesa nivelin e artistit në Shqipëri. Nuk i vjen shpim. Po para dia shofte puna ime, unë për shembull një kameraman ose një videograf, domethënë një videograf dasmash ose një grup që bën video të fotot e dasmave, në Shqipëri aktualisht 80% e klientelës e vlerësojnë në bazë çmimit që kanë. Qoftë se ti thua një çmim të lartë, edhe pse mund mos të marrë, se s'ka mundësi të të paguaj, i duket thotë ky është i mirë se më lek shumë. Kështu funksionon. Domethënë tregu Shqipëri. Ka pagesë kush ka emrin më të madh. Është puna kontarëve për dhe kush e ka emrin më të madh. Funksionon, ti shif, ti ke i bëj pyetje shpesh vetes, shif 2 makina, të njëjtën makinë, pse ka kushtuar njëra më shumë shqiptari? Po, ajo është më mirë, se kushton balek më shumë ajo. Po mirë, dëshit të bëj një pyetje shumë. Kur të martohesh ti? Se ti je beqar apo? Ja vaki herë. Po pse ka vaki? Ja 4-5 vite. Po mirë, ja doli gocë mirë për shkakun. Rend dashuri do martohesh. Pse tu 4-5 vite? Po e di ti. Mirë, gocë mirë, gocat mira shohim për ditën, po s'do të thotë se çat shohim atje. Se po shaka se ajo është me të ardhmen. Ajo është risk, ajo është kismet. Kismeti i dihet. Po prapë te kismeti do pak kismet. Po si t'ja bësh kismetin thonë. Po mirë,
Giulio, tashi, ne po e ndërthurim shumë bisedën, po dalim nga femëria po te mohabet puna, jena. po mohabet. Po më fiks duket fare si studio këtu, tamam. Nuk jemi studio, kjo është arsyeja edhe pse un kam zgjedh terrenin se jep konfirmitet tjetër edhe mu, Edhe se kur i unë jam pash, gazetar, po, edhe kupton? kur i pash ato intervistat e para, Po mirë, më pëlqej jashtë çfarë masë mendimi shumë. ke për këto intervistat që ke Jashtë bërë? masë shumë ka më pëlqej. Shumë vetëm ambienti më shumë se ku i bën ti këto podcastet. Giulio ka pa podcastin e Leos, Leardo Bitret, kombëtarit. Po, jam frymzuar shumë te ai. Edhe më tha, nëse Lea ngjon të tha, kam gjetë veten time, tha në çdo Me fjalë. historinë e Leos, po. Se Lea është një vit më i madh se ti. Po, e pash jeni edhe si moshatar, domethënë. Shiko, kjo është edhe ajo që edhe un kam ndesh faktikisht të realizohet gjithmonë që krijohet ky network ku dikush frymëzohet nga dikush tjetër, njëri përcjell një mesazh, dikush merr një gjë, pozitiviteti, energjia, sepse njerëzit kanë nevojë edhe për transmetime spontane, a kupton? Se më the shpar, domethënë se ke marr pjesë disa televizione, po un për vete një ndër arsyet që nuk i du televizionin kjo është sepse gjërat janë me skript, Janë me skenar gjitha. atje, skenari, kur si këtu jemi mes natyrës, edhe po bëm na gaf, o qesh në na falni, se mund Si mohabeti ka këto. Mohabeti ka këto gjëra. Un po kënaqem shumë realisht, edhe do doja që edhe ta zgjasim prapë bisedën, kështu që më pyet edhe ti në gjë. Se unë me dasmë merr. Me dasmë, e pra tash na merr me një dasmë dhe neve. Ja, do të sugjeroj të ta kem parasysh pa atje, do të sugjeroj për kongëtar dasmë. Po i kritike kisha për ty se kësaj makine si kishe i bojshë zbar. Po Makina- ket goja jo makina ty. Makina ime është Kur kemi arë rrugës. është shoku im më i ngushtë, se ka pas shumë momente të mia edhe të dopta, edhe të forta, edhe adrenaline, edhe çdo lloj ndjesie, por kur nuk më kalon rrugë. Asnjëherë, Inshallah s'do të ndodhe, edhe bile kur më thot ndonjëri që shite makinën, edhe unë e çoj me mend mbrapa i kërkoj falje makinës, më fal që e mendova. Ma mirë me shit se bje me një dorë më të sigurt. Jo, nuk ankohet. O Giulio, unë nuk kënaqa shumë, realisht. Gjithashtu dhe unë, dhe Nuk ishte kënaqa kënaqësi shumë. shumë e madhe për këtë bashkëbisedim bashkë, që njofta dhe një patriot timin shumë të mirë që si kisha njoftë më përpara. Shikoj, për të mbyllje, du një mesazh prej teje për gjithë të rit dhe artistat. Për gjithë të rit, Të rit vete dhe artistat vete. Artistat e ri, a? Po. Artistat vazhdojnë sa më para, mos ndalen kurrë as nga kritikat, as nga komentet dhe zemra i knof gjithëve kush këno. Ndërsa për trit, të jenë gjithmonë vetvetja, punojnë pak më shumë, mos rrinë gjithë ditën në telefon, edhe t'i ndjekin ëndrat e tyre deri në fund. Domethënë mos varen nga komentet e tjerëve. T'i ndjekin ëndrat e tyre deri në fund, sepse ëndrat gjithmonë duhen ndjek. Bëlli pyetje, se merri tani. Më bën pak përshtypje artikulimi jot se ke fol shumë rrjedhshëm. Lexon ti? Po, lexoj. Çfarë lexon ti? Lexoj, domethënë, mashatarët e mi gjithë e kalojnë kohën më shumë në telefon, e kalojnë TikTok me këto rrjetet sociale, por unë lexoj, unë kam gjyshin në shpirt artistik. Ai gjithmonë lexon dhe unë gjithë më thonë se i ken gjati. Leximi, unë lexoj vetë. Leximi është virtyti më i mirë që mund të ketë njëri. Çdo njeri, po njëri. Po, hap horizontin është shumë e vërtetë ajo. Po shiko, a di si është puna? Edhe mënyra, domethënë, zgjerimi i fjalorit, mënyra artikulimit bën një diferencë shumë madhe. A kupton? Edhe në përballje me ato. Ishte pyetje kështu se po mendoj me vete thash se ishte çdo gjë rrjedhshëm. A kupton? Edhe më ngjiti shumë si gjë. Gjithsesi, unë të falenderoj shumë, u kënaqa shumë. Edhe Faleminderit pamjen e kemi shiu, po ana majti shumë e bukur. Po pra, i na rrot mirë nere për ne. Atëherë si gjithmonë, duke falendëruar dhe ndjekësit dhe duke kërkuar gjithëve të na bëjnë subscribe, edhe share dhe të na suportojnë dhe kushdo që është interesuar për të marrë pjesë si Giulio, jeni të mirëpritur. Mund t'ja bësh dhe ti thirrje. Patjetër, nëse gjithë ju doni të tregoni për jetën tuaj, për sfidat, për histori suksesi, më i miri Gendeja. Jam më i mirë si kam më të mirë shumë. Giulio, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë.